Shikues të nderuar, ashtu siç ju prezantuam edhe në fshatin Pirr, atje prej ku ne patëm piknisjen tonë për kulturën dhe trashëgiminë kulturore. Në fakt jemi të ftuar ose gjithë aktiviteti ynë do të zhvillohet në mjediset e lokal Binjakët, i cili është në anën e autostradës dhe ka krijuar ditën e sotme, pra na ka dhënë mundësi të krijojë një mjedis të përshtatshëm për t'ju afruar paksa asaj që ne i themi kultura apo trashëgimia, apo për të krijuar një imazh të këngës së vjetër, të traditës së vjetër muzikale. Do të vazhdojmë brenda se me sa duket kënga dhe vallja, ashtu siç është traditë në muzikë, një mjedis i gëzuar, një popull i gëzuar ka filluar. Do të ndjekim pak nga pak dhe do të shikojmë çfarë këngë po këndohet atje. Na ndihni. Ashtu si që pra shikues të nderuar, si që ju prezantuam në fillim, kënga dhe vallja në muzikë ka filluar. Le ta ndjekim.
nuk donim të ndërpresnim këngën sepse ishte kaq entuziaste. Sigurisht që e kemi shkelur pak traditën, e kemi shkelur pak atë zakonin sepse kur vjen dikush të fton të ulesh, por ishte kërkesa jon e cila e ndaloi këtë veprim dhe lejuam vazhdimin e këngës. Tash dhe me të vërtet u emocionova si nga tingurit të orkestrës, ashtu edhe nga kënga e të gjithë grupit pjesëmarrës në këtë aktivitet sotëm. Mirë dita dhe mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta, mos luaj. Mirë se u gjeta. Zonjë, si jeni? Si ka dhënë? Mirë se ju gjetën sot. Mirë se ju gjetën. Edhe juve përsëri, e? Mirë. Pra, shikues të nderuar, isha shumë entuziast andaj dhe prezantova që në këmbë bisedën tonë. Por sigurisht ne kemi folur pak paraprakisht dhe që erdhëm deri në këtë moment të sotëm, që erdhëm deri këtu. Në fakt gjetëm një këngë, Rapush ishte një këngë e vjetër. Vjetër folklorike e kënduar prej kohësh, unë e kam dëgjuar nga gjyshi. Nga gjyshtant, nga xhaxhallart, nga ata të moshuart. Aty këndojnë dhe Jati Sollit, që ishte i moshuar, në çdo që vim për hajek, për dashma, këndohesh që këngë vazhdimisht, po edhe këngë të tjera. Po kjo si ishte titulli i këngës? Po. Apo çfarë motivesh ka kjo këngë? Shtëpia me kasht, dera zameles. Në atë kohë shtëpitë ishin të gjitha me kasht, po zemërbardhësia e muzikarit ishte shumë e pastër, pavarësisht se ishte shtëpia me kasht. Pra, motivi i kësaj këngë ishte pikërisht ajo thjeshtësia, modestia, por edhe bujaria, ndershmëria e muzikarit, e shtëpive të thjeshta, por njerëzit ishin të pasur në shpirt. Mikprit, bujar e punëtor. Mund më thuash në një varg nga kjo këngë që sapo u kënduar? Shtëpia me kashtë dera zemeles, të keqen e ballit o me djes, më ngrije herët e mëngjes, të keqen e ballit me djes. Mi bje parcelës, mest e për mest, të keqen e ballit që ma keme djes. Pra, leitmotivi të nderuar shikues, për të hyrë paksa dhe në poetikën e muzikarit dhe në poetikën e këngëve folklorike, shohim që në këtë këngë pas ka qenë një motiv shumë interesant. Është motivi i punës së ndershme, është ajo shtysa e jetesës apo e mbijetesës njeriut. Vërtet ndoshta jetohet në kushte të vështira apo ndoshta në varfëri, mbi të gjitha, nga kjo varfëri, motiv dhe ide fillestare këtu ka pasur pikërisht ajo që e quajmë balli me djerës. Pra puna, vetëm përmes punës dhe dinjitetit. Mirë, unë ju falenderoj për ftesën, do doja që meqense bëm një hyrje të menjëhershme për hir të këngës dhe për respekt të këngës, do doja që juve Rapush si organizatori këtij aktiviteti na bënit edhe një prezantim me të gjithë njerëzit që janë sot, muzikantët, artistët, por edhe valltarët apo grupi i grave që janë prezent këtu sot në këtë aktivitet. Po, ju falenderoj mi serdhe, ju urojmë për emisionin tuaj. Ti si që drejton emisionin, Arturin, presidentin e Apollonit, i më bëjnë një prezantim thjesht. Solli Prenqe e kam nga fshati i Pirë, në kohën e ish kooperativës ka qenë dhe koreograf, drejtuesi i grupit. Edhe këngëtar bashkërisht. Kemi këtu edhe Plum Qelni. Në zona jonë ka qenë dhe instrumentist. Orkestra jonë e folklorit, Vasil Ziu. Po, ka drejtuar disa grupe. Kemi Tomor Ballin, Pet Kola, me defët, kemi dhe Rip Ziun. Këtu, edhe i këngëtarë. Vetun, Rapush Pirra, këtu kam bashkëshortën time, Farusha. Zonjën Farusha e takuam dhe tek shtëpia, sigurisht që edhe me veshje popullore, unë e njoh dhe e fiksova me njëherë. Edhe Jurgjien gjithashtu. Shoqëruese e grupit ka marrë pjesë në disa grupe janë. Asi, prap, po, shoqëruese e grupit bashkë dhe këngëtare, aty është vajza ime,
Lida edhe Mbesa, Reda. Kam 2 nipojnë, Endrin edhe Herki. Ata e prezentuan veten sepse na pritën te pragu i shtëpisë me ato kapat e bukura të myzeqarit dhe besoj se edhe shikuesi i ka fiksuar që nga minutat më parë. Ju falenderit, këto ishe ka shokë të tjerë, po me kaq mundëm të... Ndoshta është e mjaftueshme, jemi në një ditë të zakonshme të javës, jeta është e ngarkuar, aktivitetet njerëzore dhe të mbjetesës janë të ngarkuara. Mirë, atëherë, mirë se ju gjeta. Ade, gëzuar e misër dhe gëzuar për gëzime për të mira do vim. Kështu mblesi nga era. Gëzuar dhe juve. Pra, jemi në fshatin Pir. Të gjitha njerëz pothuajse qendrën e tyre kanë pasur fshatin Pir. Fshati Pir bie në zonën e Lushnjës. Në fakt është një fshat i cili kufizohet me fshatrat e tjerë të Myzeqes së Fierit dhe të Lushnjës. Këtu bie dhe vija ndarse. Por, meqense Rapushi dhe i gjithë brezi artistëve që kemi sot kanë edhe ndoshta histori për të treguar pikërisht për këtë vend, sepse nga historitë, nga legjendat, nga ngjarjet buron edhe kënga. Për të cilësuar më pas edhe atë idenë që vetë kënga është mbajtja e gjallë e historisë një treve apo vetë jeta e një treve të caktuar. Rapush, mund na tregosh diçka nga fshati Pir, nga aktivitetet tuaja, nga puna juaj ndër vite për të ruajtur të gjallë grupin artistik dhe trashëgiminë kulturore të zonës Myzeqes? Po, ju falenderoj. Fshati jon quhet fshati Pir dhe dihet që ka pasur disa tradita tradicionale për këngë, valle, të gjitha nga pjesë e Myzeqes. Aty unë në moshë të vogël shikoja me indikja në përdasma që këndojnë plejt, si babai i Sollit, Gjalami, Gjasatir Nushi, kishte Sami Pirra, Abedin Pirra, kishte edhe të tjerë që këndojnë u vijan pas tyre. Edhe gjithashtu, edhe Valtar, Gjagjaj i Sollit, Todi, që e priste Sollin sa vinde nga grupet që konkurojmë neve, a i priste sa të vinde të Solli që mirë të atë vallën. Vallën dyshe ose rresje. Ishe një atmosferë në kohën e dasmave të që është po Pirra ka pasur pjesëmarrë shumë në për grupet folklorike. Dhe me thënë, po të është mbi 28%, 50% ishte nga Pirra. Ishin njerëz të cilët merrnin pjesë aktive në këto grupet. Ishin të gjithë voltar, mund të flasë dhe Solli vetë. Solli ka qenë dhe koreograf i kooperativës Gorres. Goreja ishte 12 fshatra që i përmlisësh nga të gjitha fshatrat. Qyshme Kamqishtje, Pirra, Kosulia, Rapeza, Shakun e Bishjetën, Gorre, të gjitha fshatrat kishin qendrën e tyre në Pirë. Kishin qendrën në Gorre. Atje mbledheshim ne bëjmë aktivitetet e grupeve. Edhe kishte pandalueshme këto aktivitetet në Gorre. Bëjnë konkurimet me midis fshatrave. Aty kishte një lloj konkursi, kishte një lloj në të gjitha zonat e fshatrat, përballje vlerash apo jo. Pastaj bëheshin me zona, na Krutja, Këmishta, të gjitha këto zona aty edhe caktohesh për shembull në Gorret ose në Krutjes. Atje ne kemi marrë disa herë flamurin Gorreja që mirë atje, mirë flamurin. Po pjesë start më të mëdhenj ishin më të shumtë ishin nga Pirra, faktikisht. Kishte lloj këngësh që këndojmë në skenat. Do më thënë ka pasur edhe ka pas në një vatër, ka qenë në një godinë e cila ishte kulturës. Ishte atje që kryesia e kooperativës. Bëshën aktivitete mbas fshatrave. Çdo fshat, çdo sektor që ishte pranë grupin e tij Bishqetmi, grup vete. Kamqishti në vete, Pirra në vete. Shaku i tej Gorreja në vete. Edhe taktosh një ditë do vini bëjnë konkurim në shtëpinë e kulturës në qendër Gorre. Ne kështu bëjmë. Vinim për aty si vallet, unë vjen çdo fshat, ti shikojmë, kush janë, çu me fëmijë shkollë. Duke parë mësojnë lëvizje, bëj kështu. Me nxënës të shkollës. Gjithmonë.
Edhe besh dhe gjithmonë fshati jonë zinë me të parë, Pirra. Kishte shumë talenta. Në kohën që ju po tregoni tani keni qenë çuna të rinj. Une kam qenë kur iga ushtar, e vetëm misha me këto estrade, grupet, iga ushtar, e vetë Olimpiada ushtrisë, Korçë. Pa dhe shollë ishe dirigent, ta provozajnë, u bëjnë shuna, e mori, ere që andej, qërë kooperative për koreograf, Tiranë 3 muaj. Edhe pasaj të punë bëjnë. Ishën vatë në kulturës, brisëm në për shkollat të kolonjës, bobullimës, shkollat mesme. Për ati si në valë u kishin konkurime edhe. Edhe vazhdojnë edhe në për fshatrat, edhe si kooperativ. Pasaj zgjishin element për festival, për Gjirokastër. Do të flasim më vonë për festivalin e Gjirokastër sepse ka vlera të tjera, është një festival kombëtar dhe sigurisht mbarte emocione dhe vlera të tjera. Por Rapush, ajo që doja të pyesja unë më shumë, juve i thoni vetes lushnjar apo fjerak? Ne jemi në kufi, afër. Po fjeri dhe lushnja ka shumë muzeqarë dhe në fjerë. Ju i quani veten muzeqarë të fjerit apo të lushnjës? Apo thjesht muzeqarë? Jemi të lushnjës teja në zona, jemi nga lushnja. Po, me që se jeni muzeqarë të lushnjës, a kemi në një këngë që e keni, do më thënë një këngë e cila mbartë atë emrin e lushnjës, apo ka diçka tjetër? Kemi këngë nga lushnja edhe titullohet Jam një djalë nga lushnja moj. Kush është marrës? Jam vetë unë, që Rapushi, edhe mban solli këngën e solli këngën. Jo, është këngë e orkestruar me instrumenta, apo është vetëm me kaba? Jo, me orkestrë. Mirë, le ta ndjekim pastaj. No e një të usta. Si bemol.
Rapush, me qëse tashmë dëgjuam këngën Jam një djalë nga Lushnja. Ajo që mua më intrigon vetë si qytetar, edhe që ka qenë një pjesë e mirë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, që e ka pasuruar sepse aty për aty janë krijuar skena, janë krijuar motive, kanë qenë edhe dasmat e dikurshme, dasmat e traditës. Mund na tregosh diçka si bëheshin dasmat e myzeqes, në një kuriozitet, në një gjë, madje edhe nga aktiviteti apo pjesëmarrja juaj? Po, në atë kohë që ishem unë i vogël, kishte shumë rregulla dasma. Kishte shumë rregulla të veçanta. Po qyshin këto të veçanta? Vinin njerëz që do ulshin, vinin për hajeng. Aty për para të porta ishte një përgjegjës që i priste dhe i udhëzonte dhe i drejtonte atje te Zoti Konakut. Ishte një pjesëtar atje që ai vinte takojnë me radhë ata. Masandaj, kur gërzej me fisë, nuk të lidhe njëri. Kishte një radhë e cila do dilte dorë pas dore. I mandem shkrime për mos të zënë me njëri tjetrin. Si mas radhës që do vinte ai, ashtuja, do gërzejnë dhe ata. Thoshte filani, thoshte me emër, ka radhën marrvallën. Ai hynte me gruan me motrën. Sepse valja ishte edhe me dorovi, apo jo? Domethënë do bëj dorovia tek zoti shtëpisë. Patjetër, po si me dorovi ishte, po radha e asaj që nuk e kalonja dot radhën. Do vinte tjetri e kishte shkruar emrat ai. Ai që ishte këmbës atje te porta. Ai mande rregullin, kurse një tjetër këtu, ata që ishin ulur, kërkonte nga njëri ujë ose në shërbim këtu e bënë shumë shpejt. Ai rrinë vetëm për të punë. Mirë, ajo që unë dua të mësoj në rastin konkret është që këto dasma që zhvilloheshin ishin thjesht shfrytëzimi i kulturës, pra shfrytëzimi atyre gjërave që dinin, apo edhe krijohej në një gjë aty për aty, apo ndërtohej diçka, apo grupi artistik edhe krijonte motive të reja. Ato mbrojnë respektin e asaj dasme që vijnë ata. Mbrojnë respektin e atij Zotit shtëpisë, i bëjnë respektin, ashtu si te valli as te kënga, në të gjitha këto pjesë që vijnë që kishe dasma, ata bëjnë respektin e atij Zotit shtëpisë dasmës. Nuk bëjnë që të shuja. Kurse tani, si që dinë dhe vetë ju, një të vetë digjenë, as këngë, Ka humbur paksa tani ajo që ka qenë. Atëherë ulesh më mend unë i vogël se e kam solën të afër dhe kujtoj një herë. I thoshte jati Solli Xhalami, "Hare, për çka kemi ardhur këtu? Kemi ardhur për dashur, ta mini apo jo?" Thoshte, "Dhe mirë vetë, po mos ta miksit." E mirë vetë sa të hapte këngën. E mirë tjetër me radhë, po pastaj bëhesh me qeshe. Pastaj ndoshta edhe më vonë lindën orkestrat, apo sepse më parë nuk kanë qenë një lahut, ishte apo një. Orkestra edhe kishte, po ishin të pakta dhe kush mund të zinte atë, tjerë ngelishin pa orkestër. Po ai që kishte orkestër, vinte ditën e shtunës. Haja u hapësh ditën e ende, apo është? Po. Ditën e ende hapësh haja u. Edhe këndoj me zëra, këndoj pa orkestër. Pa orkestër fare. Merri këngë që është këtej, e li ta filloi tjetër. Me çfarë? Që është që normalisht këngë. E kishim me shuja. Kishte edhe si fund. Përshëndetje njerë për emisionin. Edhe si që tha im shoqë, janë këta grupet janë që për shembull kishe një plak qosheja, kishe edhe një plak ose një plak burrat. Edhe ajo plaka ishte atje në qoshet, thoshte, ngre me filanke, mirat këngën. Do më thënë ishte dikush që e drejtonte? Po si, ishe në ata. Unë kishem një nusët xhaxhaj tije, e kënë bajamete. Ajo e rrinte kjo shetë dhe thoshte, për shemë, ngre me farushe, merat këngën ti, kje këndonje. Edhe dilte edhe ajo shoqja, e mirëshim, kishem dhe vjerën ti me une, edhe e patë kënduar shumë. Edhe këndonjim, po si mba sasajtan, si që ishim ullur këshu, s'kishte për shemë të hulesh ose të vinte një tjetër të hynte në mest. Ashtu s'kishte, ishte plaka që na udhëronte, që zi një meradhë. Ajo që unë dua të veçoj tani është, këtu në këtë dasma ju mësonit edhe këngët, mësonit nga të vjetrit, ju pëlqente një këngë dhe e ruanit, i keni prurë po syre, po kur vijim dasëm ne su vijim një, dy, tre, ne vijim tërë plakat, ose dhe vijim tërë plakat, vijim edhe mirë që dhe nuset me vetë ato. Se si linjë nuset vetëm tikshin si qikën këtë kosat. Ashtu s'ka.
Sepse e vjetra ishte që ishte... Jo, ashtu, i meni kishim në te, e kishim plakën e kjo shes, na urdhëron dhe ajo shkonjim si basa sajta, dhe shikojim e dale qa do na ipte neve na jo, qa urdhe do na ipte, kush do dilte, kush nuk do dilte, qa kenge do mirje, i kënonjim kengën si basa sajta me razë. Mirë, atëre, ka në një këngë për dasmën? Kemi në një këngë për dasmën? Kemi këngë për dasmën, edhe për nuset, sa lezet kjo nusa jonë. Mirë, ajo është tradicionale, po juve vetë si grup, si fshat, keni pasur? Do të shkoj sonën në datë. A, është këngë Rapushit përsëri? Po, E ka bërë këngë të re. A, kjo është edhe krijim nga ana juaj. Edhe si po e ka përshtatën, për punën, për mos të mërzitur për punën. E kuptoj. Mirë, mund ta ndjekim këtë këngë dhe më pas rikthehemi përsëri në diskutimin ton? Po. Do të shkojnë në dasëm, ë? Do të shkojnë në dasëm. No, sta. No, Vasili.
Rikthehemi përsëri të nderuar shikues sepse emocionet e këngës janë të pafundme. Ndoshta të gjithë ne duam që vazhdimisht të dëgjojmë vetëm këngën sepse ajo ka mesazhe, është e pasur me ide, është e pasur me emocione dhe sigurisht orkestra e traditës, orkestra tradicionale e zbukuron pikërisht të këngë. Por meqense këtu bashkë me ne sot janë edhe zonjat të cilat na kanë nderuar me gjithë pamundësinë e tyre, me gjithë punët e shumta që ato kanë në shtëpi, sot na kanë nderuar për të qenë pjesëmarrëse dhe për treguar atë vlerë të çmuar të myzeqes. Zonja Farushe pak më parë mori bisedën, por u shkëputëm për këngën Do të shkoj në dasëm, kënga e cila sapo u këndua. Faro, meqense nisëm atë bisedën e dasmës, meqense folëm për to, mund na tregosh diçka për shembull në një këngë që ti e ke mësuar, ka ndonjë këngë që ti e ke mësuar në dasmë apo sipas asaj traditës së dasmës? Po në dasëm edhe kam kënduar dhe kështu që kam dëgjuar dhe nga plakat, edhe vetë kështu, edhe ku kam qenë gocë, kam vajtë edhe kështu në për festivalet. I kam patur këngë qef shumë, them atë realitetin. Edhe në kur vide im shoqë, thashem unë, po pëse s'më merë dhe mua në kjo mbrapa? Të handin amanere, donjem të kënonjem, donjem të ikjem. E po vetëm që nuk i thoshem do të që, ore, merëm dhe mua mbrapa. Se si ishem për para në që të linjit të shkonjë këshu. Edhe unë që vinjem, shkonje me baban tim që vinjem dasëm. Që më në mëson të neve këshu në të kur ishem gocë. Edhe i menë si të thash që kur ikem për shembull me plakat, do ikte plaka para në mbrapa. S'ki ishte shumë. Ti ikshem sot këshu, ti ikshem o burët im sot këshu. Faro, pse më duket mua sikur çdo gjë që ti thot sikur e ke një çik kështu si me do të kështu janë plakat? Ishin plakat me rakë dhe shikoj prapa anash. Mos kalon dhe plakat aty, mos ishte. Farua duket sikur po i ngacmon një çik, po i nget një çik se si pëlqente ajo ko apo jo? Ajo kom për parëre, ishte më mirë, a kom para si mend. Më mirë se sa tani. Më mirë, rregullat e kam fjalën. E qartë. Për rregullat dhe për këto traditat, për këto zakonet. Për këto zakonet. Do të na këndosh një këngë? Ik lule se po vi lumi. Se kam. Për çfarë flet kjo? Është këngë e vjetër e ke mësuar? Është këngë e vjetër në përdasmët e kam mësuar këtë. Po na thuaj në një fjalë, në një varg, në një gjë të kujtohet? Po ik lule se po vjen lumi moj ik lule, po le të vije të më marrë moj ik lule. Këngë dashurie apo jo? Po dhe këngë dashurie, po dhe këngë që shkonte burri, për shembull Xhanavar, shkonte duke qenë ara i shkret. Do më thënë, pas ke mësuar një këngë e cila ka edhe një çik atë rapush, pas ka edhe një çik atë marazin e burrit, se ka kërkesa groja. Ka burrit mirë, se shkon në arë, duke qarë, punë ti si vetë mbar nga një brazë thekular. Mi dhe nisën e kortal. Ishte pak dembel, ishte pak dembel dhe nuk i shkonte puna mbar. Jo, nuk i shkonte puna mbar, aty ti shkatërronte tere, e milte misër e kortallaj. Mirë, Faro, unë nuk dua të humbas minutat sepse ke një natyrë humoristike dhe i thua gjërat pak si me ironi apo me ngacmim dhe është me të vërtet bukur, por për gjithë shikuesit le të ndjekim atë këngën e Faros, atë këngën që e ka një çik edhe për punën e burrit, e ka pak me të ngacmuar se është Xhanavar, nuk është punëtor. Krijohet një atmosferë, është një mjedis i këndshëm, ndoshta edhe pak humor, pak shaka, na bën mirë për të treguar atë bujarin, mirësin dhe unë si që citova që në fillim myzeqarët përgjithsisht janë një popull i gëzuar, janë një komunitet i gëzuar, janë njerëz paqësor, janë njerëz të qetë, të dashur, të respektuar dhe sigurisht pjesa më e bukur e jetës sociale apo e një komuniteti është dasma, sepse atje njerëzit mlidhen, tregojnë historira, shkëmbejnë ide, shkëmbejnë mesazhe, këndohet dhe ruhet mirëfilli ajo radha dhe sëra e traditës shqiptare. Nuk dua të humbas kohë, do të shkoj te kënga e Faros. Po ik lule se po vjen lumi moj ik lule. Po ik lule se po vjen lumi moj ik lule. Po le të vije të më marrë moj ik lule. Po le të vije të më marrë moj ik lule.
po se kam burin, gjanavare mo i lule. O po se kam buren, gjanavare mo i lule. O po na një braze, suen kulare mo i lule. O po na një braze, suen kulare mo i lule. O po shko në are, duke qare mo i lule. O po shko në are, duke qare mo i lule. Apo e mjellmiser, e kortale mo i lule. Apo e mjellmiser, e kortale mo i lule. Opo pune ti si vete mbare mo i lule. Opo pune ti si vete mbare mo i lule. Shikues nderuar, përpiqemi në vazhdimsi të bisedës tonë që të trajtojmë të gjitha elementet e mundshme të kulturës dhe të kësaj vlere trashëgimore, të ardhur brez pas brezi, i cili ruhet sot pikërisht në këtë brez që pak a shumë janë mbi 50 vjeç. Kemi shansin dhe fatin e madh sepse edhe brezi i ri, Niprit, Stërniprit, rrin afër kësaj sofre, përpiqen të mësojnë dhe shohin këto elemente të bukura të kulturës shqiptare, duke i bërë më pas pjesë të vetes tyre. Gjithashtu, pak nga pak dëgjuam edhe këngën e Farushës, një këngë e cila merrte në analizë historinë e burrit, historinë e një burri i cili ishte paksa dembel. Në fakt, gjatë bisedës tonë u bëm edhe pak buzagas për vetë faktin dhe mënyrën se si e tregonte Farushja. Por sigurisht kemi të tjera elemente të kësaj treve që ne do të vazhdojmë të diskutojmë dhe të njohim më nga afër. Në çdo dasëm, në çdo gëzim familjar, në çdo vend, pothuajse nuk mungojnë zërat e fëmijës, ashtu siç edhe po i dëgjojmë tashmë që janë entuziastë, janë të gëzuar, por gjithashtu nuk mungojnë edhe këngët e dhimbjes, këngët e mallit, këngët e kurbetit, këngët e dashurisë. Pak më parë, teksa instrumentistët tanë po provonin një këngë të një natyre paksa të veçantë, morën motivin në një këngë dashurie. Ishte një këngë ku të dhëmballa të shkon gjua. Përveç se dhëmballa të shkon gjua, do të thënë mendja e atij botit dhe atij personit, Jaranit, rrinte tek dashuria e tij. Ai dashuronte dikë dhe nuk kalonte dhimbjen e dhëmballës, nuk e ndjente. Po vetë dashurinë e kalonte, dashuria kalonte dhimbjen e dhëmballës. Çka do të thënë ishte përqendruar. Nuk e di, juve nuk e trajtuat të plot gjatë momentit tuaj. A mund ta këndojmë këtë këngën me dallëndyshë vogël? Dallëndyshë vogël është një simbol shumë interesant sepse figurën e dashurisë, figurën e vashësës ne e kemi metaforizuar me imazhin e dallëndyshës, një zog që vjen dhe ikën, por sigurisht që bën dhe fole. Prandaj dhe i zgjedhim ato për anvisa. Dëgjova vetëm 2 vargje. Mund ta luajmë të këngën të gjithë për shikuesit tan? Po.
të lenje, mo lenje këtua, të la dyshe, Timune pacin të lenje, mo lenje këtua, të la dyshe, me djaline për dore, me shkojnë në trua, në la dyshe vogël moj, o sa forte tua. Diskutojmë gjëra gjatë. Sofrat e gëzuara, sofrat e mallit, të miqësisë, të dasmave, të gëzimeve e kalojnë temën e diskutimit tyre në disa drejtime. Por sigurisht muzikari në kulturën e tij, në këngën e tij, nuk mund të harroj kurse si edhe atë dhimbje të madhe patriotike, atë dhimbje të madhe atletare. Nuk kam informacion rapush, por dua të di nëse në kulturën tuaj, në këngët e zonës muzikës, të zonës tuaj, kemi edhe në një këngë e cila ka një motiv atletar, ka një motiv patriotik që i kushtohet dikujt, apo ndoshta qoftë edhe për Shqipërinë, për ato pjesës që kanë mbetur jashtë kufive shqiptar, për Kosovën apo për Maqedoninë apo për Tetovën apo për Çamërinë. Gjithçka është pjesë shqiptare, është pjesë e asaj dhimbje popullore. Mund na thuash diçka, qoftë edhe nga krijimtaria juaj e re? Që është një tekst i ri që kemi bërë tani afër, e i kushtuar Shqipërisë, Kosovës, edhe festave tona kombëtare, që i bashkëpunojmë, i festojmë bashkë me Kosovën, me Maqedoninë, me të gjithë këta atletarë tanë. Shqiptarët tanë kudo që janë apo jo? Kudo që janë. E kemi bërë, edhe ka vënë titullin Shqipëri moj ballë krenare. Edhe këta tani thash që ta këndojmë tani që të dëgjohet. Kjo është një këngë e krijuar nga juve, flet për të gjithë shqiptarët, pothuajse kudo që janë. Po Kosovën që u bashkuam, jemi kom, edhe unë prandaj kam bërë këtë tekstin. E keni krijuar juve, jeni ju që po muzika? Po, muzika tash me orkestër. Është adoptuar, domethënë keni krijuar ju sipas motiveve muzikore. Po. Shqipëri moj ball ritmike. Shqipëri moj ball krenare. Po. Mirë. Shqipëri moj ball krenare. Në fakt unë do doja të bëja edhe një shtesë tjetër të nderuar shikues, pa diskutim që pjesë e madhe e dhimbjes shqiptare është ajo cobës e truallit mëm që është grabitur padrejtësisht. Por ndoshta këtu nuk jemi për të bërë politik. Politikën shpeshherë bën edhe populli, e bën e thjeshta, e bën mendimi popullor, e bën ajo që njerëzit bashkëbisedojnë me njëri tjetrin. Sot shtohet edhe një dhimbje e re, sepse pjesë të rëndësishme nga familja shqiptare
shumë për pjesëtarëve të familjes shqiptare marrin rrugët e kurbetit, marrin rrugët e emigrimit dhe ndoshta për vite me radhë. Ata nuk kthehen më në familjet e tyre, apo edhe kur kthehen kanë një tuf me thinja për mbikrye. Andaj dhe do doja që me termin Shqipëri moj ballë krenare të bashkoheshim të gjithë për atë idenë e përbashkët për të gjithë shqiptarët, emigrant, djem, vajza, kudo që janë jashtë kufive të Adheut, duke i përcjell kështu edhe një përshëndetje nga zemra e Mizhaqes. Le të ndjekim këngën. Ishte një këngë me motive patriotike. Ishte një këngë e cila, megjithëse është pjesë e krijimtarisë së re, ajo bëhet pjesë e fonotekës shqiptare, për vetë pasurinë dhe mesazhin që përcjell kjo këngë. Por, Rapush, dua të kthehem përsëri në një tjetër motiv, është një motiv i gëzuar i dasmës shqiptare. Pak më parë teksa po bisedonim, thash dasma është një nga ceremonitë më të rëndësishme të jetës së një komuniteti, sepse njerëzit mblidhen, bashkëbisedojnë, diskutojnë, tregojnë, këndojnë, pra ka shumë motive.
Pak më parë zonja Farushe po thoshte që ishte vjerra përpara apo më i madhi dhe ai drejtonte bisedën dhe ishin burrat veç, gratë veç, apo ishin me oda. Nuk kishte asnjë moment që të kishte ndonjë marrëdhënie, ndonjë përplasje apo diçka tjetër midis burrave dhe grave që të jetë pasqyruar edhe në folklor. Faktikisht burrat këndojnë me odë dhe gratë me odë tjetër. Ishin të ndara odat. Ndara odat. Burrat pinin raki, Po, gratë po, te këndojnë gratë. i këndonin nosës, i këndonin Këndojnë për të këngë të vjetra, për zakonet, për këngë dasmash, i këndojnë veç gratë ndërë. Kurse burrat këndojnë këngë të shtrura. Po kjo mbiu në rëndza, ç'është kjo mbiu në rëndza? Është një këngë që ju e keni adoptuar në këtë forum, që e këndojnë herë burrat herë gratë apo? Shpejt që këngë kështu. Unë kështu e kam dëgjuar edhe më ishin gratë para, pastaj e hisin burrat. Pra kishte edhe momente në të cilat edhe gratë dhe burrat ishin bashkë në një odë apo Këndojnë kur këndojnë jashtë, për shembull. kur këndoje jashtë në tent, në avlli. Në avlli, në borë. Edhe këndoje kënga e merrnin burrat e kthenin gratë apo si? Po ka pas edhe këngë tjera. Vizaqeja ka shumë lloj këngë janqes, kur ngrihesh brumi, kur ka shumë. Të janë këngë që këndoshin ditën e premte ku ngrihesh brumi. Brumi. Ka. Vi burrat në dhomë me burra me gra. Dhe mirë të burri. O me se ngrihet brumëtoje me mjalte me e qumë shto. Pushojmë me shi gratë. O me se ngrihet. Ai, ktheni gratë. E shikirojnë ato. Këndojnë dy, dhe burra dhe gratë. Dhe kjo në rënda si për kësaj. Që në një lloj. Qysh dhe në rënda. Po s'ka këtë melodi? A mundemi ne ta bëjmë këtë këngën e në rëndzës apo të brumit apo diçka tjetër? Mund ta bëjmë këtu së bashku? Tore janë brumit me se ngrihet. Ajo quhet kënga e Jançës? Që është motive dasmës. Janqe, e brumë. Po Jançë kujt i thoshin? Jançë i thoshin vëndrit? Brumit. Ah, brumit i thosh një Jançë. Vjen brumi, e pjekin Trazohesh, e kulaçin, e lishin. e marrin çunat me hartje kulaçin, e vën tepsit dhe ngulë do shiqetat. Një gocë me takije, një Laçatit. çunë shami, grua. E rrinjë aty, njëri madhe pasqyrë. Po dage janë që brumit, dage brumit. Pastaj mirë me harqe. Këngë humoristike që Këngë e gëzuar. Shumë kur mrishin gratë me krah, burrat me krah, dy fëmijë të vegjël, sa që djali këtu që një fëmijë me shami, goca rrinë me takije, edhe mbajnë atë edhe pastaj shti me harqe, kulaçit. Që trazojnë ata, e piqën aty në hit, ato në shpuzët. I bijnë me harqe pastaj. Apo jo sa. Pish kulaçe e ndajnë. Pasë motive shumë të Dhe shumë. kjera se gjitha smort. Apo jo plumi. Po si a plaka që vishet, që kërxen ndasëm, ashtu është dhe punë të Ojna, jo po para, jo. Ishin këngë me motive të gëzuara, motive dasme. Mirë, a mundemi të luajmë njërën prej këtyre? Mundemi ta këndojmë këtu, Rapush? Mundemi ta këndojmë një prej këtyre këngëve? Ti këngë e Jançës? Në rëndë. Në rëndë. Mirë, në rëndën. Atëherë le të ndjekim në rëndën. Ne perdeto moj ne renza, viu ne renza, ne perdeto moj ne renza. Ne viu ne renza, ne perdeto moj ne renza. Ne viu ne soy de gene para moj ne renza, kurre soy de gene para moj ne renza. De kura soy de gene para moj ne renza. De kura soy de djali me te para moj ne
Hajde gëzuar. Gëzuar, jo lumë goja. Dilë moj ke porta, trejo moj Nelina moje. Nelina, dilë moj te porta, trejo moj Nelina moje. Te porta kush moj po të vjene, trejo moj Nelina moje. Te porta kush moj po të vjene, trejo moj Nelina moje. Po të vim njësër moj me djeme, trejo moj Nelina moje. Po të vim njësër moj me djeme, trejo moj Nelina moje. Zgjithe merë kushte moj pëlqene, trejo moj Nelina moje. Zgjithe merë kushte jo moj pëlqene, trejo moj Nelina moje. Ai djallë betullë moj kaleme, trejo moj Nelina moje. Betullë moj kaleme, trejo moj Nelina moje. Eshtë i bukur, eshtë moj ndruare, trejo moj Nelina moje. Eshtë i bukur, eshtë moj ndruare, trejo moj Nelina moje. Eshtë
Shtrati për tua moj marture, treja moj delina moje. Shtrati moj për tua moj martuar, treja moj delina moje. Ha, na trezdo. Për atë bjergji që këndova. Ajo që tham pak më parë, Rapushi këndon bashkë me vajzën e tij dhe vajza e tij e ndjek më së miri, është një element I cili duhet vlerësuar dhe duhet veçuar. Jo pa qëllim u ulën këtu afër bab edhe bi dhe ndoqën këngën e njëri tjetrit. Për vetë faktin sepse vajza Lida, e cila është afër meje tashmë, ka pothuajse 15 vite larguar në Angli. Tashmë që ajo vjen në Shqipëri dhe sigurisht gjën këtë sofër tradicionale, besoj se I duket shumë herë më bukur kur sheh traditën dhe kulturën e saj, trashëgimin vendin prej andej nga ka ardhur, që e sheh të gjallë, të kultivuar dhe e sheh kështu si sot. Andaj dhe ne e veçuam në bisedën tonë Lidën për të ndoshta për të bërë në një pyetje për të ditur si shkon jeta andej dhe çfarë ju duket e veçantë këtu. Si të them, jeta andej si në çdo vend të botës. Me sakrifica, me të gjitha, shëqyr Zotit ikëm që shikëm, erdhëm çdo gjë mirë. Gjithmonë këngën e kemi patur, hidhimit e kënga e kemi patur, kur tha dhe babai dhe mami, tradicionale, të gjitha. Edhe unë me bashkëshortin tim e çunin e hapim televizorin, na kënaqet zemra kur dëgjojmë këngë muzikare, sidomos tek muzikeja. Edhe kështu këndojmë dhe ne. Andej nga jeni, pra në vendin ku ju rrini, keni mundësi që të, domethënë këtë kulturën tradicionale ta dëgjoni, ta ndiqni, ta zhvilloni? Keni ndonjë grup njerëzish shqiptarësh me cilët bëni prova? Po, në shtëpi ton kur kemi festa këndojmë gjithmonë këngët. Këto këngë shqiptare, po. I këndoni edhe juve dhe burri edhe njerëzit e dhe njerëzit e burrit tim I këndojnë dhe këto. Kam vajtur në një derë që lash këngë, gjeta këngë. Po shumë ja, paska esë krushia. Do të shtoj pak. Kur iku sefte, u mërziti se nuk dëgjonte një këngë në Shqipëria. Edhe unë më lodha këta shok që kam këtu pranë, edhe sollin, kam bërë një disk. Edhe ja dërgova atije. Mi po bëra këngë ritmike. Këngët e shtruar nuk I njihshin shumë irlandezët, anglezët, por këngët e ritmike ata rrini kështu përpara dhe thoshin gocës që Lida kthej edhe një herë, po I thoshë anglisht, unë thoshu se di edhe. Kthej edhe një herë, e pa marruar këngët nuk I kishin thënë. Rrini aty se qojë që ta merr. E pëlqenin këtë kulturë, këto instrumenta. Unë biles kam kënduar se kemi bërë te shkolla, kur kemi bërë në shkollë ne, kemi bërë çdo vend tradicionalen e tij, unë kam kënduar këngën. Ke kënduar shqip? Po, shqip edhe këngën. Biles kam marrë edhe këngën e Janinës atë. Janinës Shqipanës syt, kënga e Lapardas. Janinës Shqipanës syt. Kthej buçe. Janino. Edhe kam marrë vendin e parë. Me këtë këngë. Kjo është një nga perlat e rralla të kulturës shqiptare, por edhe juve e godisni si këngë, por sigurisht kërkoni pak hisa, kërkoni pak mbajtjen e saj. Molla unë një lune, kështë pjere,
dalë kjo goca, o nga përgjeri, ja sa manaman, ja sa manore, o sa njëri, se s'ka dalë kjo goca, o nga përgjeri, ja sa manaman, ja sa manore, o sa njëri. Zemra bundale. Hajde kësuar. Hajde, zor. Bëj këmë bërë. Atëre, shikues nderuar, ne kaluam në disa etapa të zhvillimit të emisionit ton, ashtu siç thamë edhe pak më parë, me dëshirën e mirë për të prekur të gjitha ato momente të jetës kulturore dhe jetës artistike të një komuniteti. Në fakt neve thamë komuniteti i Pirrës apo fshati i Pirrës, por shohim që edhe pjesëmarrja, por edhe vetë tematika e këngëve dhe tematika e kësaj kulture që për cilët e juve nuk është e kufizuar brenda një hapësire krajnore apo brenda një hapësire lokale. Përkundrazi, ajo është kombëtare dhe mbar kombëtare. Por çka na bën përshtypje, e cila u fut edhe paksa shpejt në radhën tonë, ne vendosëm dy këngë njëra pas tjetrës nga kënga e grave, është pikërisht ideja që në familjen e Rapushit këndojnë djend, këndojnë dhe vajzat. Tu pak më parë ishte dhe vajza e Rapushit e cila kthente një këngë me një zë të fuqishëm. Na bën përshtypje, besoj se edhe shikuesit në këto momente, ideja që juve Rapush jeni i palodhur për të kënduar dhe vazhdoni këndoni fuqishëm, por që e keni përcjell këtë edhe brez pas brezi. Nuk di se çfarë do them tjetër, nuk e di çfarë keni përcjell tjetër tek brezi i ardhshëm. Kjo është një pyetje që lind natyrshëm tek vallja, mos do të thuash tek vallja dyshe. Po, tek vallja dyshe, edhe po fillojnë që t'ja ripërtrim tyre të vegjëlve. Ti fusim ato imazhin e madh të valleve të këngëve dhe vallet dyshe të fëmijëve. Dhe unë kam atë nipin e vogël, isha një ditë në shkollë, bëjmë provë me sollin, ky erdhi te shkolla. Edhe vështronte numrat që bëjam unë e vallës me dyshen. Edhe erdhi në darkë djali. Rrinte te dera e dhomës, unë rrijem në divan, e tha, "O gjyshi dhe." "Çova tha, çfarë do thash unë jam lodhur fakt." "Çohet me dyshen dhe." Tha, "Farusha tha, "Peta çohet tha, bëj çukin." "Më ta marr unë para tha." E mori ai para, kështu pa unë habit sepse e kishin ngruar çikaj. Kam të hapat. Numrat e po që t'ja mësoj e pastaj hap pas hapi më tej akoma. Da ma unë para tha, e merr thash. E Farusha po qesha se çushi më dement ai. Ku më dement? Gërxende gjagjë solli tha me ty tha unë i numërojm ato hapat tash i bëhet tha. Edhe unë u çudita. Hajde bëjmë 2-3 herë, po tashi fillimisht ishte po i bëj thirrje të gjithë nënave, motrat, baballarëve, vëllezërve dhe fëmijëve që mos i largojnë to motivet folklorike. Janë një pasuri që trashëgohen, po janë dhe një pasuri e bukur sepse është identiteti ynë kombëtar. Po, kjo është një gjë e bukur, prandaj them uroj nënave, baballarëve dhe motrave, vëllezërve kutu dhe kudo që janë. Që me punë dhe këngë në gojë të jemi, kudo që të jemi. Edhe vallen dhe ti kemi këto të fëmijët e ti ja japim fëmijëve. Mirë, duke ditur që ne jemi në Muzheqe, jemi këtu dhe kemi zhvilluar këtë aktivitet duke u përpjekur të përcjellim tek shikuesja atë vlerë të çmuar,
të cilët doja të veçoja nga ky moment edhe këto apo ky gatim i cili i përket mirëfillit zonës së Myzeqes. Nuk dua që ta mbyll emisionin pa i cituar dhe këto vlera ushqimore të kulinarisë dhe të kuzhinës tradicionale. Është tava me oriz, e cila është tradicionale me zok, gjithashtu edhe kjo supa Po qorba. Qorba e Myzeqarit. Mirë, meqense jemi në minutat e fundit, minutat sigurisht vrapojnë dhe programi ynë është i ngjeshur me aktivitetet tjera. Kështu që do të doja të ndiqnin vallen dyshe myzeqare. Nuk mund të jemi në Myzeqe, të jemi këtu në këtë trev, të njohim nga afër këtë vlerë folklorike pa parë dhe pa ndjekur nga afër vallen dyshe myzeqare, të kërcyer dyshen myzeqare. Tani do ta luash ti edhe nipçja apo jo, nipi juaj. Me gjithë endrin. Aq sa keni mundur juve që të realizoni nga ato skeme. Në fazën e fillimit të dyshit myzeqare. Mirë, rëndësi ka që ai është në njohje të saj. E ka marrë dhe po merr njohurinë e dyshës. Dhe ai do ta përcjellni shokëve. Un kam edhe fëmijë të tjerë dhe asolli ka një nip, thotë është çik i vogël, thotë po ai kur vinte te shkolla aty. Pak nga pak edhe ata do integrohen për ta. E kishte qef, rrinë shikone valla si bëjmë. Që sigurisht që dashuria për të folur për nipurit është e pafund. Të ndjekim vallen myzeqare, orkestra do të na shoqërojë do përpiqemi ta realizojmë dot. Mirë, atëherë ndjekim vallen.
Shikues nderuar, erdhëm në minutat e fundit të emisionit. Sigurisht që dëshira, pasioni për të ndënjur me këto emocione, për të ndënjur pranë kësaj sofre të bukur dhe për të ndjekur nga afër këtë kulturë, këtë këngë, këtë pasuri të paçmuar të folklorit shqiptar, ne detyrimisht nuk duam që të lëvizim, por ja që minutat janë të tilla dhe kanë destinacionin e tyre, kanë vendin e tyre. Ashtu siç biseduam edhe pak më parë, pasi zhvilluam dhe vallë ndyshe muzikare, një vallë e pasur me vlera të rralla, ndër më të pasurat dhe ndër më të veçantat në Shqipëri, sigurisht në muzikë, sipas traditës muzikare, për të mirë, për të keq, ajo mbyllet me një vaj. Dhe ne sofrën e sotme ta mbyllim me një vaj, ose me një kaba me klarinet. Teorikisht apo poetikisht mund të themi një vaj me klarinet. Por në gjuhën e përditshme ne njohim ndryshe edhe një kaba me klarino apo një kaba muzikare. Nga këto emocione ju urojmë gjithë mirat, na ndiqni në ciklin tjetër në vazhdim të emisionit Art Folk. Mirupafshim.
Mesazhe, vlera dhe emocione të drejtë për drejta. Tradita shqiptare, doke dhe zakone nga të gjitha trevat. Art Folk në ekranin e televizionit Apollon.